Të nderuar të pranishëm, të nderuar bashkëveprimtar. Ju uroj mirëseardhje në këtë darkë të organizuar nga shoqëria Lëvizje për të gëzuar e festuar bashkërisht festat e nëntorit të madh. Në ciklin kozmik të sinëve, nëntori është muaji i rënjeve, por në rrjedhën e historisë sonë kombëtare, nëntori është muaji i ngritjeve të mëdha dhe më përcaktuese të historisë shqiptare, muaji i lindjeve të saj epokë pas epoke. Nëntori është muaji i rikthimit tek rënjët, i rikujtimit sakrificës dhe nderimit të aktiviteteve të shqiptarëve, që nga dita e flamurit të Gjergjit ton, Gjergj Kastriotit Skënderbeut, kur me ngritjen e simbolit të Shqiponjës dy krenare, shënoi momentin e rezistencës, krenarisë sonë kombëtare. Nëntori është muaji i dritës së dijes. Kongresi i Manastirit i dha kombit alfabetin e gjuhës shqipe, një moment që forcoi komunikimin, identitetin dhe rrugën tonë kulturore për të vazhduar pastaj me nëntorin e vitit 1972 me Kongresin e Drejtshkrimit. Nëntori është muaji i Ismail Qemalit dhe burrave të pavarësisë. Po në këtë muaj, Shqipëria njoh një tjetër moment kësh të historisë. Çlirimin e Shqipërisë nga pushtimi nazi-fashist. Nëntori na sjell në kujtim figurën e rezistencës sonë kombëtare në Kosovë. Në nëntor festojmë edhe ditëlindjen e komandantit Adem Jashari, simboli i qëndresës dhe sakrificës për lirinë e Kosovës. Nëntori lidhet gjithashtu me veprimtarinë e LPK-s, e cila ja doli mban dhe me sukses misionit të saj historik. Dhe ky sukses ka një emër të veçantë e të shenjtë për kombin ton, ushtria çlirimtare e Kosovës. Historia ka për të treguar brezave që vinë se këto dy lëvizje ishin lëvizjet më të suksesshme në historinë e kësaj pjese të kombit shqiptar, që u angazhuan dhe luftuan me aspiratën çekullore për çlirimin e Kosovës dhe bashkimin me pjesën tjetër të kombit në emrin më të bukur e më të shenjtë për ne, emrin Shqipëri. Nga ky rrugtim përvjetori i shoqërisë Lëvizja, të cilin po e festojmë sot, merr edhe më shumë domethënie. Gjatë një dekade, shoqëria Lëvizja ka qenë vatër e mbledhjes, ruajtjes dhe afërmimit të trashëgimisë sonë atletare, politike e çlirimtare. Një trashëgimi që buron nga lëvizja kombëtare shqiptare dhe u kurorëzua me sakrificën dhe heroizmin e LPK-UÇK-s në luftën për çlirimin e Kosovës. Të nderuar të pranishëm, kanë kënaqësinë dhe nderin që para jush ftoj për fjalë hapëse të kësaj darke festive, kryetaren e shoqërisë Lëvizja, zotin Xhevat Bislimi. Mirëmbrëma antar, veprimtar dhe drejtues të shoqërisë Lëvizja. Mirëmbrëma miq të shoqërisë Lëvizja, luftëtarë dhe veprimtarë të çështjes kombëtare, ju të gjithë që jeni sonte këtu, edhe ju gratë që u keni qëndruar për krah burrave tuaj gjatë gjithë kohës, sepse pa ju se besoj që do të vijë deliria e Kosovës. Kënaqësi që sonte jemi bashk, brezi i viteve të para 80-nishit, të para pranverës shqiptare, dhe brezi vijues me pranverën shqiptare 81 dhe me kurorëzimin e saj me luftën çlirimtare të UÇK-s, e cila finalizoi ëndrrën, përpjekjen, luftën, sakrificën e mira djemve e vajzave që vuajtën burgjeve të Jugosllavisë pushtuese dhe ëndrrën e brezave të mëhershëm që nuk e pan Kosovën e tyre, Shqipërinë e tyre të bashkuar e të lirë në një njësi të vetme. Shoqëria Lëvizja u themelua me dëshirën që të jetë adresa dhe vend takimi ynë në kohën kur shumë shok, veprimtar, luftëtar, drejtues të lëvizjes e të luftës sonë çlirimtare ishin angazhuar në parti të ndryshme politike. Ky përvjetor merr një domethënie të veçantë pasi këndtohet në muajin e nëntorit të lavdishëm, muaj të cilin tradita, historia dhe vetë identiteti ynë kombëtar e kanë shndruar në simbol të lirisë, pavarësisë, qëndresës dhe fitoreve historike të idealeve shqiptare.
Shoqëria Lëvizja, e themeluar një dekadë më parë, lindi si një nevojë objektive dhe e natyrshme për të institucionalizuar përvojën, idealet dhe kontributet e veprimtarëve të lëvizjes kombëtare, të intelektualëve të angazhuar dhe të luftëtarëve për liri e bashkim kombëtar. Ajo u krijua me bindjen se kujtesa historike kërkon ruajtës të përkushtuar, dëshmitar të ndërgjegjshëm dhe organizim të strukturuar. Në rrjedhën e këtyre 10 viteve, lëvizja ka treguar se është jo vetëm një shoqëri, por edhe një institucion i kujtesës aktive, një hapësirë dialogu, promovimi, studimi, reflektimi dhe afirmimi të vlerave tona kombëtare. Në këtë dekadë veprimtarie, shoqëria Lëvizja ka arritur të vendosë standarde të reja në trajtimin e kujtesës historike përmes aktiviteteve kulturore, akademike dhe përkujtimore, të përforcoj lidhjet horizontale dhe vertikale me institucionet kombëtare, me shoqatat homologe dhe me institutet tona shkencore në gjithë gjeografinë shqiptare, si edhe me mërgatën tonë, të kontriboj në kujtimin dhe ndriqimin e ngjarjeve dhe figurave historike, duke ruajtur objektivitetin shkencor dhe integritetin moral. Të krijoj një platformë ndërbrezore, ku brezi i dëshmitarëve dhe i veprimtarëve të historisë kombëtare bashkëbisedon me brezat e rinj, duke transmetuar vlera, ideale dhe dije të rralla. Të mbroj vlerat dhe dinjitetin e veteranëve të lëvizjes dhe të luftës sonë çlirimtare, duke artikuluar publikisht nevojën e trajtimit dhe vlerësimit institucional, moral dhe shoqëror të kontributit të tyre. Ky 10 dhjetor është një moment i rëndësishëm reflektimi. Ai na fton të shikojmë në përgjithësi jo vetëm atë që kemi bërë, por edhe atë që na pret përpara. Sepse detyra jonë nuk mbaron me përkujtim. Ajo vazhdon me studim, me edukim, me ndërgjegjësim shoqëror dhe me promovimin e vlerave që kanë mbajtur gjallë identitetin tonë ndër shekuj. E ardhmja na kërkon përgatitje, vizion dhe bashkim. Dhe lëvizja bashkë me organizata tjera autoktone është shembull se si ndërtohet një traditë institucionalizuar bashkëpunimi që i reziston kohës. Prandaj sot, në këtë ditë jubile, dëshiroj të shprehem një njohje më të thellë për antarët themelues që vun themelet e shëndosha të kësaj shoqërie, veprimtarët e palodhur të cilët me kontributin e tyre vullnetar dhe profesional e kanë mbajtur lëvizjen aktive dhe të respektuar. Të rinj që me energjinë e tyre i japin organizatës dimensionin e vazhdimësisë, miq dhe bashkëveprimtarët e bashkëpunëtorët që e kanë mbështetur në çdo hap. Le të vazhdojmë punën me qetësi, me profesionalizëm dhe me përkushtim atdhetar. Le të ruajmë integritetin e kujtesës historike dhe ta mbrojmë atë nga keqpërdorimet. Le të forcojmë bashkëpunimin ndërshqiptar dhe të kontribuojmë në ndërtimin e një kulture kombëtare që bazohet në mirëkuptim, dinjitet, drejtësi dhe vlerë. Sot e përgjithmonë, përulemi me nderim të thellë para dëshmorëve dhe para gjithë atyre që u përpoqën e luftuan me penë e me pushk për liri e bashkim kombëtar. Para se të dilni ju në mbrojtje të lirisë dhe të pavarësisë Kosovës, përpara se të kaloni kalvarin e burgjeve, kalvarin e torturave dhe pastaj sakrificat e luftës, e ardhmja e Kosovës ishte vënë në pikpyetje. Jeni ju burra dhe gra të ushtrisë çlirimtare të Kosovës që kësaj pikpyetje i rat vizë. Pra jeni ju lavdia e Kosovës. Natyrisht një lavdi e re që i bashkohet lavdisë së hershme të popullit shqiptar në Kosovë, në Labri, në Korçë, në Dibër, në Çamëri e kudo. Dhe kjo lavdi nuk mund të shuhet nga kalemgjit e sotëm që i shohim edhe në Tiranë, ndoshta edhe në Kosovë, po kam përshtypjen që më shumë në Tiranë. Megjithatë, këtyre kalemgjive, ne atje në Shqipëri u themi, nuk më zë që deri mua se ka fshati një langua. Ne e ka leta ketë, ne i varim të në qetë. Të mohosh luftën, ke mohuar atë dheun. Të mohosh luftën, ke mohuar familjen tënde. Të mohosh luftën, ke mohuar nënën tënde. Ke mohuar nënën Shqipëri, ke mohuar nënën Kosovë. E pra, ata që duan ta mohojnë, sa do që të përpiqen, nuk do të arrin kur. Edhe kushdo që do të përpiqet
të fus në arrest. Lavdin e ushtrisë qëllimtare të Kosovës është i dështuar. Ushtria qëllimtare e Kosovës tashmë është pjesë e historisë së Kosovës, është pjesë e historisë së kombit shqiptar dhe do jetë e paharruar. Do jetë shembull i madh i sakrificës, shembull i madh i luftës, shembull i madh i heroizmit për të mirën e popullit, për të mirën e atë dheut, për të mirën e të gjithë njerëzimit, se në fundit, kur bota ka qoftë edhe një vend të robruar, nuk mund të quhet e lirë. Në këtë përvjetor, shoqëria Lëvizja vjen me një bilanc veprimtarie 10 vjeçare, të pareshtur, pothuajse në baza ditore. Lëvizja i ka ruajtur, mbrojtur e kultivuar vlerat sublime të lëvizjes sonë kombëtare në shekuj dhe në mënyrë të veçantë të traditës së rezistencës shqiptare kundër sundimit sllavë të krajinave shqiptare të ndara padrejtisht e dhunshëm nga trungu i Shqipërisë. Veprimtarët në grupe të vogla mblidheshin çdo 28 nëntor për të kremtuar festat në dhoma të ngushta konspirative të stolisura me flamurin kuqezi dhe ikonografi të figurave të shuara kombëtare. Duke ngritur grushtet lartë në shenjë betimi e vendosmërie për t'i dalë zot kauzës sonë të madhe të lirisë e të bashkimit kombëtar. Simbolikisht, dhomat tona baza ilegale me 10-15 metra katror të stolisura si në Tiranë, i përjetonim atë natë hapësirë të shliruar dhe pa kontroll policor në tokën e Kosovës martire. Sante kemi shumë kujtime për të rrëfyer, por unë po mbyll këtu fjalën time përshëndetse duke ju uruar gëzuar festat e nëntorit. Edhe në këtë mbrëmje festive, duhet të themi se shoqëria Lëvizja për këto 10 vjet të veprimtarisë dhe punës së saj u shqua për vepra të cilat brezave do të mbeten dëshmi historike në të gjitha trojet tona se adhëtarët dhe veprimtarët e të parët e tyre me përkushtim të madh ishin të angazhuar dhe bën sakrifica sublime për të realizuar aspiratat për liri e bashkim të trojeve të tyre. E gjithë kjo punë e shoqërisë Lëvizja nuk do të kishte këtë sukses pa punën dhe përkushtimin në veçanti të kryetarit të shoqërisë Lëvizja, Xhavat Bislimi, i cili me përkushtim të madh për këto 10 vite ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm. Andaj, gëzuar festat nëntorit, lavdi të rëndëve për Kosovë. Ju sot, me prezencën tuaj, tregoni edhe një herë që këtu është historia, në mesin ton, këtu me ju bashk, ashtu siç këndonin ushtarët dhe ushtarakët gjatë luftrave çlirimtare, ashtu edhe sonte mendoj që të thënë ata fjalët e këngës së lavdis, shumë bukur i shërbejmë atë dheut. Dhe ne sonte i shërbejmë atë dheut me këtë takim që kemi organizuar fal kryesisë qendrore të shoqërisë Lëvizja. Tani ftoj kryetarin historik të Lëvizjes Popullore të Kosovës, Fazli Veliun, që t'i jap mirënjohjen organizatës së dëshmorëve, të cilën do ta pranojë Namiku bashkë me sekretarin e organizatës. Urime. Në sofrën e shtruar të historisë, presin të marrin lugët të gjithë. Vështrojnë thelat dhe duan të hanë, kurnac, grykës, batakçinj e pelivan. Po historia u jep nga një kafe më këmbë dhe thot e përmbajtur diçka në përdhëmbë. Na falni, se presim në sofrë të vinë ata që vërtet bëjnë historinë. Dhe unë sonte këtu shoh shumë histori. Shoh histori para rendësve tanë, shoh historinë e shokëve të burgut, shoh historinë e
luftëtarve dhe do më lejoni të bëj një dallim. Shoh historinë e gruas shqiptare. Sepse, do a them edhe këtë, jo shkaku i historisë time familjare, por çdo qenje njerëzore ka hak babe dhe none, sepse ka sjell në jetë, i ka dhënë jetë. Ne shokët kemi hak gruaje dhe inshallah ne kanë bën halal. Që nga Gjergj Kastrioti e këndej, muji nëntor është muji i festave më të mëdha shqiptare, përfshi edhe Adem Jasharin, komandantin legjendar të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Bashkimi kombëtar na ka shoqënuar gjithmonë dhe deri në realizimin e këtij objektivi, shqiptarët jam i bindur që kur nuk do të ndalen. Shteti Shqipërisë do thot na ka edukuar dhe na ka arsimu se si eset rreth e qark për të realizuar kufinin e kombit shqiptar, popullit shqiptar. Prandaj do të jemi mirënjohës historikisht popullit shqiptar, gjithsesht shtetit shqiptar, duke filluar nga Hasan Prishtina, Ismail Qemali që shpalli pavarësinë në 1912 dhe Vargevi, megjithëse nuk përmendet kohëve të fundit, por po e shfryzojnë këtë rast në këtë fest, edhe Enver Hoxhën, të cilët nuk e përmendin në institucionet tona, as në Shqipëri, por as në Republikën e Kosovës. E vërteta është se pa luftën nacional çlimtare të Shqipërisë, Kosova do të tretej. Kemi pjesë shqiptare që kanë humbi identitetin e vet, duke përfshirë Sanxhakun, do thot të Novi Pazarit, edhe pjesë të ndryshme rreth e qark Shqipërisë që sot gjenden në Maltëzi, besamirisht edhe në Maqedoni do të ketë humbje të tilla. Në këto 10 vjet, lëvizja ka dëshmuar se ideali për të cilin u flijuan shumë gjenerata para nesh mund të vazhdojë të jetojë përmes punës, përkushtimit dhe veprimit qytetar. Ne kemi punuar për fuqizimin dhe ruajtjen e sistemit vlerave tona, për avancimin e këtyre vlerave në përshtatje të zhvillimeve aktuale, duke motivuar nga sakrifica e së kaluarës për t'i kthyer në energji të reja për të ardhmen. Lëvizja është krenare me veprimtarinë e vet që ka bë dhe kulmin e asaj veprimtarie që ka lind Ushtrinë Shqiptare të Kosovës. Lindja e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës është produkt i lëvizjes popullore të Kosovës. Lëvizja nuk duhet harroj se njerëzit e saj ka pas në përgjithta vijat e fronteve të Kosovës. Të 7 zonat operative të Kosovës e kanë pas komandantët e lëvizjes popullore të Kosovës. Po një gjë dine, që luftën e kanë bë enveristët, luftën nuk e kanë bë titistët, luftën nuk e kanë bë farkistët. Ne jemi celulat e Enver Hoxhës të kultivuara në Kosovë, të rritura dhe të përgatitura për luftë çlirimtare. Unë kudo që kam pas në cilën do kompani apo tog, një enverist, një shok televizjes, unë e kam ditë aty fronti nuk kthehet, sepse jam koni sigurt. Prandaj krenaria duhet çmuar, po lëvizja nuk guxon të ndalet këtu, se kërkush nuk na vlerëson për të kaluarën e lartë, por na vlerësojnë çfarë po bëjmë sot dhe çka premtojmë për të bërë nesër. Vëllezër e motra, nëntori më kujton gjithë këngën që ishte atëherë kur ishim të ri e frymëzoheshim nga nëna Shqipëri. Hajde muj nëntor i bardhë si dëbor. Nisej nga 8 nëntori e vazhdonte deri te pavarësia dhe çlirimi i Shqipërisë. Lëvizja, shoqëria Lëvizja është e vërtetë që para 10 vite zhvilloi dhe la gjurmët e saj pothuajse në gjithë trojet shqiptare. I la gjurmët e saj me qëllim që kujtesa historike të ruhet, sepse nëse harrojmë historinë mund të na përsëritet. Por më nxiti në amiku me një fjalë që tha,
a ne kemi faje, ne kemi faje, ka qenë një kong që ka pasknu Dervishaqa që shumë e ka dash Gjaxhi Enver, Kamersejdia, po cilën ne kemi dëgjuar vetëm Kamerloshi. E ajo konga original që e ka knu e ndarë për stërmës të Demush Neziri, aje këndon pak më ndryshe. Qka po thot Kamersejdia, bëlle keqe kjo Serbia. Shumë më të këqi do shqiptarëzi, ku e ranë se deligjish, ku e në shkruhen për hafi, veç me u bo mirë me Serbi. Unë në veçanti, për mes jush, duat përshëndes edhe ata që si kemi prezent këtu, që kemi gjallë. I kemi pas bashkëveprimtarë në Lëvizjen Popullore të Kosovës, e i kemi sot padrejtisht në hakë. Janë të katërtit që akuzohen, janë ish veprimtarë të Lëvizjes, janë njerëzit tonë, janë bashkëveprimtarët tonë. Fillu nga ish presidenti Zoti Thaçi, nga Jakub Krasniqi, nga Kadri Veseli, e gjithsesi njerën që kemi dash dhe kemi respektu shumë, Basin Jakub. T'ju përshëndes gjithë juve dhe të vazhdojmë me veprimtarin tonë, edhe pse kemi fillu me qalu ka pak nga pleqëria, jemi zbardhur nga veprimtaria politike, po besoj kemi ende energji për të vepru për bashkimin kombëtar. Faleminderit shumë, gëzuar festat e nëntorit, gëzuar festat e ushtrisë sonë të lavdishme.